Mos lypni me dalën ngërbet. Besomni në momentin që punoni në Gjermani, keni me kajt për këtë vend. Që ky vend kam ju lyp, kem në moshën e re, ti ke me kajt për që këtë vend. Hapi syt, punon kënd vet, qili vesht, ngoqa thënë baba dhe nona se që tu e kije jetën tonë. Në Gjermani, në shtetet tjera evropiane nuk i kije dashni. I ki mundësi pak më shumë është e vërtet, po nuk duhet edhe ajo para nëse nuk i ki prind nga, shumë po du më kthy për nonën dhe babën. Se ata nuk mu i milion vet, inshallah ma bëjnë halal që i kum lënë unë 70 vite vet. Unë jam në Gjermani, unë punoj aty. Po pasha zotën keni me lyp këtë vend. Shko puno në ambasadë, shko puno në qeveri gjermanëve, po ki me lyp tokën tonë. Toka jote është ajo që të ngrin këtu me ne. Këtu e gjen kënaqësinë, këtu e gjen jetesën tonë, këtu e gjen edhe familjen tonë. Ngërbet s'ki familje. Kush thot na e kena jetë në Gjermani, kënaqemi është rrema. Mos më ndryshoni mendjen me nejtë në Gjermani e mos më kthyu në Kosovë. Qil ma rrugën, më ardha në Kosovë, me punu tokën tem, produktet e mia, qysh mi ka lon gjyshi, stërgjyshi, baba e merren. Na e bënëm një pushim të shkurt, se kesh pak në zetë dhe para mendoj, na jem të e bo një punë tonë në këto, që është e litë, nuk jem të bo punë krollë as kur gjo, edhe po na vjen zetë. Po njerëzit që gjithë ditën punojnë djelë, punojnë do me thonë në qëto kushte, qësh lodhen ata para mendoj? Lodhja... Edhe nuk i vlerësohet sa duhet, për shembull... Që ajo që deshta me cekën përgjithësi, lodhja është shumë e madhe. Nuk është që mundet me thonë njeri punoje nuk lodhëm, nuk ekziston kjo. Lodhja është e madhe, po atë lodhje që e përfitojnë me qef. Na e punojnë me qef tokën tonë, na e dojnë prodhimin tonë. Edhe na po dojnë me kallëzue vendet jashme që na dina me punue. Na e kena njerëz taft, na e kena rinin shumë taft, që po dojnë me punue. Po dojnë me... Unë si vetë që ajo më ngërbet, unë po du më kthye, po ambeson unë jo më në dy mendime. Ma the edhe që të fjallë që më bëni shumë për shtypje, the, unë du më kthy, po nuk jem të edita më kthy, a mos më kthy. Po, shumë është e vërtet ajo. Unë, momentan qysh është ashtë gjendje e tregut, që na e ka bloku qeverie, më ka bu me dyshua, më kthyje, mos më kthyje. Njëjtën kohë, shumë merë jem çudit, kur pisho tash rinin, në momentan në këto kohë, që po del jashtë e po kërkon punë. Punë kena na sa dona në Kosovë. Mujna me punue sa dush, edhe mundesh me hungre, me pije, kret me gjallnue. Kret e dim na që nuk bomi milionera me bujqësi. Po një jetë mirë, një jetë rahatshme, me këtë punë, gjithë keme pas në Kosovë. Shumë është e vërtet ajo, po është problemi që qeveria nuk është tu mundësue ose me bo... Të i ndimu mjaftushën Nuk po, një fermer nuk do ndihmë, non-stop me pas ndihmë, jo. Just po lypni për shembull shumë, po lypni shumë pak. Na po lypim shumë pak, na po lypim veç rregullsi me pas. Me pas rregullsi, qysh me pas rregullsi, me pas ku me shit rushin, me pas një çmim të mirë. Na nuk e dojnë çmimin si vendet evropiane, që e kanë 3 euro, 4 euro, 5 euro kilo, na e dojnë çmimin të volitshëm me pas, që me dal fermieri i kënaqur. Në momentin që qeveria i bon qëto kushtet, unë jam i pari që du më kthy në Ravec, i pari jam që kthejna në Kosovë, unë e lo Gjermanin, e lo shtëpinë, e lo me qiraja, e lëshoj atje, e le punën si menaxher i pas restauranteve me edhe punën me qef, besom shumë me qef e lo në atë punën tem, veç më kthyja në Kosovë, edhe kënina me jetu. Nuk ka vendi ma i mirë se Kosova, nuk ka vendi ma i lezeshëm se Kosova. E qysh një është te kur je larë Kosovës? Shumë keq. Qatë mungon mas shumë? Mu mungon në Gjermani kur jo mu në tje, mu mungon shumë senet mungon. Ty në Gjermani nuk i ke shoqërinë tënde. Në Gjermani nuk i ke familjen tënde. Tash mujnë shumë me thonë u bo liberalizimi vizit, t'jen nona, baba. Po, shumë është e vërtet, po ti nuk i ke atë kënaqësinë e vendit tonë. E që ajo është ajo që shumë besom kom edhe, unë i kom dikurat 30 ose 50 punëtor shqiptar që i kom në për restorante, ata që dojnë më kthyje në Kosovë, po është e vetë një mundësie që po dyshohen edhe ta, gjithë thënë kam i akap. Pse? Pse e thotë ato kam i akap? A i pun ka sa dush, po rrogat janë minimale, që nuk mundet me
jetu që duhet, nuk mundet mi kriju kushtet për familjen e vetë, për fëmijët e vetë, mi edukuar në përshkollime e gjithë të sene. Në momentin që qeveria kishë bu pak, nuk po lypim na shumë, veç pak me bu për bujqit e për krejt, besom që krejt kanë më këtyje në Kosovë. Sa ke edhe njëherë që është qaja pak që po e lypni prej qeverisë? Na po lypim prej qeverisë, në momentin që del rushi jo në treg, nuk kemi nevoj për rushin e Macedonisë, rushin e Greqisë, apo ka do që vjen rushi. Na kena rush me bollok. Shumë është ajo e thjesht, na e dim krejt që nuk mundet një kryeministër ose një qeveri me mbo ndalimin e tregtisë. Tregu është i hapur, tregu është i lirë. Po ti nuk ki drejt me largu akcizën në momentin që na e kena rush për treg. Majet akcizën derisa është rushi jonë E vërtet, për shkak në se treg. ti i ki 3 hektar tokë, po sa njeri edhe sa hektar tjerë tokë i kultivon, domethënë, Po. tash nuk ka ku i shet. Nuk ka, Edhe i bjen që krejt punja, se kjo po dëm punë gati një vetë. po. Edhe këj që ajo punë që e bën një fermer, do të mi shku në hoqë, domethënë. Shumica, Edhe është i detyru masani me shit në shta edhe ma lirë se që po. adin pa fitim heq është në gjendje me shit veç për me imbulu sa do pak që ato shpenzime. Bashkë ajo është. Shumë herë ka ndodhur që shkon në trege për me shit rushin edhe kthehet prap, edhe nuk ka ku me shit për shkak se tregu është i bllokum. Na, si qysh e ceka s'disa herë, derisa në momentin që kena na rush për tregun ton, nuk kemi nevojë na për rushin e jashtëm. Bllokoje njerë, mbaje si qysh e mban gjithë, derisa largohet rushi jonë. Në momentin që pastrohet rushi jonë, atëherë mundesh me liru akcizat, mi largue edhe me pru rush për vendeve tjera. Po derisa është rushi jonë, ju kisha lutë qeverisë, mos lejo me a rushi se shumë po na dëmtojnë. Shumë po na dëmtojnë. Normal që ky rushi ta shqyshu e që tu është vonë. Shumë është vonë. Ky u da shumë moti mushit. Po për shkak që ka shumë rush tjera, për vendeve tjera që ardhë, nuk po shitet rushi jonë. Tash duhet gjithë ka pak me shit, për me gjithë një trektar edhe me shit. E vërtet edhe kjo është humbje, e thash edhe ma herët, është humbje shumë e madhe edhe për juve. Për mos me full masanina për gjithë mundin edhe gjithë punën që është bërë gjatë krejt vitit për këta rush, edhe në fund kur t'i vjen sezona, nuk shitet. Nuk shitet. Pse nuk shitet? Për shkak se qeveria i lejon rusha, po mënej në këtë rast jam të folë për rushin, Po. e vendeve tjera me ushit edhe me hynë treg të Kosovës, Bashkë, ata shitet edhe me të rushi jonë, pa ushit. pa u shit. Edhe masanina është ajo fjolla pse po ikin njerëz. Ti e dën shumë Kosovën, fole me shumë dasni Kosovën. Je në gjendje me lanë punën tone, kërgja me një pogë shumë të knaqshme, Po. edhe me një jetesë shumë të mirë që e bëni atje në Gjermani, bashkë me bashkëshortën edhe fëmijët që shkollohen e krejt, je Po. në gjendje më këty në Kosovë. Po ma the edhe një fjollë që më preki pak. Ka një herë se po më dhem zemra që po ikin rinia, Po. po atë njëjtën kopi kuptoj. Po, ato e ceka, pse e ceka unë ato, se qeveria nuk pi jep mundësi, ose nuk pi hap dyer për rinin ton. Ka shumë raste që rinia jon e ka përfundu shkollimin, studimet i ka përfundue, po nuk ka ku me punue. Edhe ai duhet me gjetë një zgjidhje, ai duhet me lyp një zgjidhje, me jetu edhe ai që duhet një njeri normal me jetu. Merre me mend, une kom arrit grujen tem që është e lindur në Gjermani, është e rritë në Gjermani, e ka kryer shkollën për medicinë, kom arrit mi ambush mendjen, mu kthyo në Kosovë, po qeveria jonë nuk po arrit me gjetë një zgjidhje ose një rrugë për rinin tonë qysh minalk në Kosovë. Pse po lejon rinin tonë me shku me punue në Gjermani ose në vende tjera evropiane. Krijoh një mundësin, pun kena sa dush, po krijoh mundësin që mu kon ai knaqur me punën e vet. Në momentin që punon tan vitin, e merr rrogën, po ai tana kaç ka me bu. Mundet me shkollu fëmijët e vet, mundet me jetu me gruën e vet, i ka kushtet, me dal, me shku në pushime, që ajo është ajo jetesa që e lyp rinia. Jetesa normale, e vërtet. Po. Po arsyeja pse po ikin rinia një prej arsyeve shumë mirë e tha që shkollohet e kryen gjithat fakultetet dhe gjithat shkolla dhe në fund nuk e gjon një vend pune.
janë këto nepotizmi, do më thë puna me të njëfshëm, me ta nxem vendin gjithkush. Shumë ka ajo, për fakt Është ketë pak e shumë. dhimbshme dhe po shpresoj që ka me rregullu herë se janë shprozme të madhe, do me thënë vendet, sidomos vendet rurale, fshatrat janë mbetë shumë të braktisëna. Na për ti nga fshati? Unë jam vendas i Ravecit, po muj me thonë që jam nga fshati se unë tokën e kam krejtë në fshat edhe non-stop jam kënina në fshat. E cilit vend fajt? Fshati, do me thonë na ku i kena vreshtet, janë gjithë ka ana e fshatit Patoçan, thirë Patoçani i Epërm, në tanën atje kemi vneshtet. Po. Sa rini ka me i atje, po besoj që shumë pak. Shumë pak, besom shumë pak. Une që e njo aty që banojnë në fshat, i njo shumë persone që familjet e tynve që janë dalë në për gyrbete, kanë shkue për shkak se nuk ka leverdi mo në përbujsi me punue, ose me nejt knena, ose me vazhdu traditën e vetë, për shkak që nuk mundet me mbijetue. Nuk mundet me mbijetue. Edhe nëse kthejnë këto, kush i kanë fajet e kanë qeveritat tonë. Qeveria duhet shumë me punue, duhet shumë i qelësyt me ndalë rinjën kënina. Jo me dalë jashtë. Tu kriju vendet punës, tu kriju vendet punës, tu mbështet. Njerëz që merren me bujqësi, se për shkak se muj me thonë, s'po thom në shta krejt, po në shta gjëj dytë ose i treti ka tokë në fshat që mundet me ba, me zhvillu në shta bujqësi ose diçka, po nuk ka as mbështetje, as motivim, dikujt edhe i vjen marrë në shta me punu punë të fshatit. A e keni mesazh për ata që kanë turp sot me punu punë të fshatit? Qa do që mirë me kofsht, me lopt, me bakti, do me thonë, qa do qoftë i vjen turp me punu? Qyre, unë nuk kom takua ende një person, ose një qytetar, ose një fshatar që ka turp me punue, me tokën e vetë, qëfar do qoftë, me qka miret. Problemi ma i madhë është që nuk ka leverdi. Ata krete dojnë na tokën, na punojna me qef. Neve nuk e vjen marë. Si qysh më keni taku edhe në qytet, me teshe vjetër jo, mos më vjen marë, edhe kërkuj si vjen marë. Në momentin që unë e muj me jetue. Për rinin kanë pak shtëngjetë, po, fatkeqësisht se nuk ka kur gjatë keqa, po kupton, ti shumë mirë e the je ofër natyres, je në vend tënë, full shqip, apo kupton, je në vend tënë, edhe nuk ka ma mirë se me punu kësi punë. Po qyre, nëse ka rinije që thot mu më vjen marë me punue me vreshta, apo me produkte tjera, apo miret me blektori, miret me lop, miret me dhente, qëfar do qoftë, është gjyna për tynve me thonë këto. Edhe unë e për thomë rinis kështu të komplet. Unë e jam në Gjermani, unë e punoj atje. Po pasha zotën keni me lypë këtë vend, shko puno në ambasatë, shko puno në qeveri Gjermanve, ku dush, po ki me lypë tokën tënde. Toka jotë është ajo që të ngrenë këtu me nejtë, këtu e gjenë knasin, këtu e gjenë jetesën tënde, këtu e gjenë qëtësin tënde, këtu e gjenë edhe familjen tënde. Në Gërbet s'ki familje. Kush thot që thot na e kena jetën në Gjermani, knashemi është rena. është rena. Jetën e ki e këtu, fmit i ki e knine. Atje në Gjermani është jeta komplet ndryshe. Qysh është ndryshe? Në momentin një fmi që i bon 18 vjetë, a e merr rrugën e vetë. Qysh e merr rrugën e vetë? A i largohet për familjes vetë, dhe në qytet tjetër, e vazhdon shkollimin e tij, e merr banesën, edhe e merr sistemin e jetesës evropiane. Çfarë sistemi evropian vjen vetëm një herë me vizitue nonën edhe babën. Vetëm një herë në javë. E na këto nuk e kena. Na jena mësue me nonën, me babën, më konë bashkë, me jetue. Po si do qoftë, edhe nëse jemi në ndam, o shku nona me babën me vllahun tjetër. Po ti të njëjtën ku prapë e ki nonën edhe babën këtu. Edhe e ki dashnin për familjen tënde. Shtetet e jashtme evropiane nuk kanë dashni për familje, çysh kena na dashni. E vërtet, edhe sinqerisht është pak e dhemshme, shumë mirë e the. Nuk ka ma mirë se në tokë tonë, në vend tonë. Toka jonë është toka e artë. Kush ja din vlefën në tokës tonë, beson ka me kajt, ka me lyp, mu kthye me punue. E sen tjetër është. E përsëritë 3 herë, tash herë 4, qeveria aktuale. Ju lutëm, mos lejoni produktet e vendeve tjera
mi prue në momentin që kene në Arush. Mos më ndryshoni mendjen me nejtë në Gjermani e mos më këthyë në Kosovë. Qilë ma rrugën, më ardhë në Kosovë, me punu tokën tem, produktet e mija, qysh mi ka lonë gjyshi, stërgjyshi, baba e merem. Edhe është gjëna krejt të toka që po i shumë, dhe me thonë krejt rrush, këto vneshta, edhe është gjëna vitin tjetër për shamë mos me posveq. Apo kupton? Mundet, e di që mundet edhe mos me posveq. Mundet me ndodhë shumë letë kjo. Mundet me ndodhë shumë letë kjo. Edhe shumë, është me një rrugtim shumë të madh që po paksohet kultivimi i rushit. E që kjo është gjyna e më e madhe që mundet mi ndodhë Rahovecit. Në momentin që Rahoveci e zhduk edhe këtë lëmi, nuk njihet mo për najsen. Shpresoj që keni me pas sa ma shumë mbështetje, se për me është e dhimbshme, shumë e dhimbshme. Është shumë e dhimbshme, po shpresojmë edhe na që qeveria ka me bo diçka. Po. A men që sheti të ardhmen e Rahovecit mas 5 viteve, mas 10 viteve, ku e shë Rahovecin? A mendon ti që ka me përparu? Qyra, unë mendoj, si qytet, unë mendoj edhe besoj që ka me përparu, se për fat mirë edhe e kena kryetare në komunë shumë të mirë, është kryetare Zotri Ismail Latifi, punon shumë për Rahovecin, është e vërtet, ka shumë me njerëz edhe që ato nuk punojnë për Rahovecin, po nëse i krahasojnë me vite tjera të kalume që janë për shembull, ose nëse krahasojnë me parti tjera që e kanë pas komunën, Ismail Latifi ka punu shumë, si që keni pa, është rruga kompleta asfaltume në përvneshtat, po duhet edhe pak një pjesë, na e di në krejt që nuk mundet tash krejt mi ndreq kryetari, po si do qoftë në Rahovec ka ndrej shumë rrugë i ka bue, i ka ndërtue, shumë është një plus i madh, po punon shumë që duhet, ka do cikrimet vogle që duhet pak ma shumë i hapsyt, po besoj ndërkohë që ka mu përmisua edhe jo. Rahoveci është vend, ose është kryeqyteti i bujqësisë. Rahoveci me Hartfestin i ka tregu botës se kush jemi na. Unë vetë i kum pas mysafir, 3 gjerman t'jon kongnine, ku janë ardhe e kanë pa Rahovecin, asves kanë mujtë me besue çfarë pasurit i ka Kosova. E qatë të ishin shokët të Gjerman? Po, për shembull, aja tregojshi qëto problemet me cilat ti si fermer në këtë rast përballësh, edhe që ki toka, ki rrosh, se kjo është pasuni shumë mirë ata. Qa thëshin ata? Unë në realitet problemet e vendit tem nuk kom dëshirë mi kallëzue, për shkak se mu m'vjen i natin me një Gjermani që mu nuk po më ndihmon qeveria për prodhimet tona. Unë gjithë i kallëzoj pozitivitetin Gjermanëve. Unë gjithë i foli si që kum kallëzue për Hartfestin, i kallëzoj për tokat tona bujësore, dhe ta vetë kur e kanë pa tokën tonë, kanë thonë, o qëfar pasuri i keni ju, na se kene këto. E kur Gjermani e she ato, qëfar pasuri i kene, a na nuk dina me rujt, është gjuna i madh. Ti na tregove që e bën një punë prej cilës jeton shumë mirë në Gjermani. Po. Ti edhe gruaja, domethënë. Bashkë. Mesatarisht sa fitonin muj atje? Po fitojna mirë, fitojna shumë, tash nuk kom dëshirë me cek sa fitojna, po një jetë mire po një jetë shumë të mire bojna. Edhe fëmija atje shkollohen, do me thone krejt? Po. Edhe jenë gjendje më këty në Kosovë. Shumë e vërtet. E the që grune ki që punon, që punon gruja dhe njëherë? Gruja ka kryu shkollën për medicinë, për dializë, e ka përfundue. Momentan nuk punon, është në që qytojnë pushim për shkak fëmijës, po të lindjes. Po, na e kena aty në Gjermani një jetë shumë të mirë. Shumë të mirë. Kena mundësi për shumë sanet atje. Ma thëni fjallë, qa kom hek me bind grunë për më këthy këto në Kosovë. Po, është e vërtet, unë gruaja jam është, si që e kom cek, u lindë në Gjermani dhe u rritë në Gjermani. Ajo, për gruën tem është vendlindja Gjerman. Nuk është vendlindja kosovare, për shkak se ajo u rritë atje dhe u lindë. Po, atje ka dhe shoqëninë e vetë, i ka
familjet e vete, edhe për qëtë arsye u kom problem për mua se qysh më bitë në unë grujen tem mu këthyje. Po në momentin që i kumë sqaru unë pse mu këthyje, pse po du mu këthyje, ajo e ka kuptu e këto edhe ka marrë për fat mirë e ka marrë, pozitiv, edhe u pajtuar ka thonë që me qef kthejet edhe jo në Kosovë. Do me thonë e binde edhe grunë. Bash, e kum bin. A menon që edhe për të ardhmen e fëmijëve ka me konë ma mirë këto? Po. A i të pos frikë për shkak se the... Frikë? Po kam pak më dyshja, a mu këthy, a mos mu këthy, për shkak që shty në kushteve. Momentan është ajo me dyshje që shtin me mendua mu këthy e mos mu këthy, për shkak që ti problemi si që kam cekë, po prap ai njeri që donë me punu kënina, mundet me fitue, mundet me bashkjetue kënina me familjen e vetë dhe me që jetën normale. Po esenca jem është nëse donë ti me ma bo pyetjen mua pse po du mu këthyju, pika parë është unë po du mu këthy për nunën edhe babën. Për nunën edhe babën, se ata nuk mu i milion vetë, inshallah dhe ma bojnë halal që i kumë lonë unë 70 vite vetë, Po besoj që ta bojnë halal për shkak se ke punu edhe i Besoj që ma bojnë halal, po ato e lo tynve, ata e din. Unë edhe nëse jam dalë në Gjermani, si i ri që ku menu për një jetë matë mirë, edhe është e vërtet e ku mbo jetën matë mirë, po shumë mungon dashnije nonës edhe babës. Unë mas shumë kom muhabet me babën tem, ato e kom si shok, edhe shumë, nuk ka ditë që nuk mungon baba jem, si ta që jam në pushime, dalë me to, pi kafe, shetisum, bojmë plane, qa kena me punu nesër, qysh do në mi abo nesër, ku do në me shite e kret, e që jo është ajo. Po edhe dashnije nonës, edhe mungese nonës vrejt shumë në festat kur janë. Në momentin kur vjen bajrami ti e menon që shuqoj ke nonën mëngjes, me bo pregaditën e bajramit, ullëshim bashkë me unë gërbu kret, e kjo e mytë njerin. Kjo e mytë njerin. Edhe tu menue se qysh ka tek mi abue. Unë jam një njeri që mendoj shumë. Mendoj shpesh herë edhe gruja më thot pse s'po flenë, pse po rinë vone kret. Unë mendoj shumë edhe e kum gjetë një rezultat, me thonë shumë të mirë, pse po du mu këthyje. Esenca është që po du fëmijët e mi në Kosovë në rao vec më rritë. Po du fëmijët e mi më rritë si shqiptar, jo si gjerman. Po du që fëmija jem me pas dashnin për printe vetë, si qysh i kena na. Edhe nëse une nuk e arri qadhimin mu këthyjo në Kosovë, besom një këto për thomë sinqerisht, edhe çdo gurbeqar që është në gurbet, e din këtë problem, nëse une nuk e arri, mi këthyje familjarët e mi kënejnë. Fëmija jem, kur t'i bon 18 vjetë, bëhet gjerman. Pse? Se del jashtë për kujdesis familjes, e merr rrugën e vetë, edhe nuk e din mo që ajo është shqiptar, po e llogarit vetën gjatë gjerman. Nëse une nuk e arris mi këthyje këta këtu, faktikisht i bjen që une kur dalëm penzion, ose në momentin që une ndroj jetë, fëmija jam nuk thejet kënina mo me punue, po e shet tokën, edhe zhduket tradita jonë, edhe zhduket fara jem që une jam shqiptar. E ti nuk pedon. E une të zotë mos e bof nuk e boja dhe nuk kam e leju e kur që muj une me leju që fëmijët e mi mu rritë në Gjermani e më bo Gjerman, po shpresoj edhe jam shumë i bindshëm që une kam u këthyje në Kosovë edhe fëmijët e mi me pasët krenari me thonë na jem shqiptar. Më emocionove. Qaq mirë foli edhe qaq shumë bukur i përmbledhe do më thonë krejt. Unë dashira jem është që kjo dhe shpresoj dashti i lumi Allah me mdimue që këtë qëllimin me arrit, si që tojnë ata pleq edhe nëse des po puna madhe, unë jom ende i ri, po unë kom që këtë qëllime dhe që këtë qëllimin po du me realizue. Edhe mund është me realizue, për shkak se e ki dashnin për venin tonë edhe unë nuk e kom përjetu luftën, po unë dhem shumë ajo pjesë për shkak se kom lexu shumë edhe kom dëgju shumë histori që ka ndodhur në pjesën e luftës. Na kena hek shumë edhe kena luftu shumë për qëtë vend. Shumë. Edhe tash është një fatkeqësi shumë e madhe me lëshu qëtë vend. Ajo është... A din jam bërë shumë luftra, shumë Qka u bo për me mbroj qëtë vend.
edhe është një fatkeqësi shumë e madhe me lshu këtë vend me dëshirën tonë, kur mundemi me nejt edhe me kontribu. Fatkeqësia është shumë e madhe që unë po ta lidhi ty një rast, problemi më i madh është kështu. Unë kur jam dalë në Gjermani e kom pas obligim me përfundu shkollën për gjuhë gjermane. E kom përfundu shkollën për gjuhë gjermane, tanë u dasht edhe një muj me mësue për historinë gjermane, për ligjet gjermane, që unë me pas drejtë me apliku për pasaport gjermane me marrë. Edhe ato e kom kalue, e kom përfundu krejt me sukses. Ashtu ti ki drejt në pas 3 vite, do me thonë pasi që e përfunduan atë shkollën, ki drejt me apliku direkt për pasaport gjermane me marrë. Po, u kom probleme që ti nuk ki pas drejt me pas 2 pasaporta. U dashte me dho një pasaport kosovare, me zhduk, që me marrë pasaportën gjermane dhe mu bo gjerman. Unë jam që 10 vite në Gjermani dhe nuk kum dash me marrë pasaportën kosovare. Edhe nëse shtu e pyetje, pse s'kum dash? Sa dashmor kam de për këtë vend. Babën e kum pas vetë ushtar. U kon ushtari ju që ka luftue për to. Faktikisht i bjen që une komplet mundin spari babas tem, dëshmorve, luftetarve që e në konë gjallë, grave dënume, e shumë personave të zhdukme, të aty në fëmijëve që po e sej, me sy, sa përqarë ke qenë lufti? Unë nëse nuk gaboj jam konë 5 vjetë ose 6 vjetë. Ta është krejt që to me i harru. E pashkak që to që krejt me i harru, në nuk kom dash me apliku që 10 vite jam në Gjermani, edhe nuk kom dash me apliku për pasaport gjermane, vetëm pashkak se s'kom dash me largu pasaportën shqiptare. Këto e din krejt familja jem në Gjermani, e din edhe gruaja jem, që unë s'kom dash me apliku për pasaport gjermane, vetëm mos me largu pasaportën të Kosovës. Edhe ala jo me pasaport Kosovës, edhe po ndjene shumë krenar që e kom pasaportën të Kosovës, e jo gjermanëve ose diçka tjetër. Edhe pse ka pas shumë raste që më kanë thonë, mere pasaportën gjermanëve. Për shkak se njerëzit nuk me ditë sa porët, sa mundin e dhojnë për me mërë qatë pasaport. Po, shumë është e vërtet që po thua to. Edhe ti s'ke dosh dhe po, unë nuk kom dash me dhonë pasaportën Kosovës, se unë gjithë i kom thonë vetës, po edhe kretve. Edhe nëse më thënë gjermanë, nuk kom ku më këthyje. Edhe kom qka me punue, edhe nuk mërzit në për gjermanë, a unë majnë mu e tje, po nuk unë majnë. Unë e kom vendin tem edhe nuk e hupi vendin tem për një pasaport gjermane. Jom lind shqiptar, jom rris shqiptar, po edhe po du me vdek shqiptar. Edmir, valoj po më vjen shumë mirë edhe bravo të qoftë. Edhe ke dhonë mesazhet tepër të mira dhe tepër të forta për krejt audiencën, kështu që të falenderoj shumë. Faleminderit edhe Pio. Po me qef. Se folje pak edhe për prindrit që po të dhem shumë ajo pjesa që si ki për dete. A janë ka ata me të vizitu jashtë? Po, ata vinë gjdo vit jashtë, më vizitojnë, në fakt vinë gjdo vit, dimrit vinë ata, pak para vitit 3, për shkak se kur përfunduat sezone e vjeles rushit e kretë, ana vinë e tjemë vizitojnë, është mirë, po knash në kretë e keme si që kom cek shtëpin tonë e rinë kretë, po nuk i kena të knasin shqiptare, nëse donë me ditë shqiptare që rinë sa do rinë në shpi me familje, ta na del me babën, shkon e pi një kafe, bon plane, fol, fjallosesh, kreqe to, ndarë kjena bashkë, kreqe to, po mungojnë. Mungojnë shumë, mungojnë. Mungojnë shumë. E qatë kanë thonë, për shamu baba, qatë kanë thonë, a i ke thonë e herë babës tëndë? Po, une... Për me u këty atje ti, asë që bëhet fjollë, po a i keni menu e herë në rast se nuk thejesh ti në Kosovë me i marrë prind me veti për shamë? Po, unë e ku menue edhe të pjesë e ku menue, po është problemi që babën unë nuk mundem kur me binë që baba jem marrë në Gjermani me jetue. është problem, se baba jem me knëtësi desën që këtë të të njënë, se marrë atje me nejtë. Edhe ti ku më kalzue planin tem që unë po du mu këthyje në Kosovë, edhe më ka thonë aj me qef që ona mu këthyje, me nejtë aj me nipat e kretë, po edhe aj po thotë, pare se mu këthyje vendos mirë që ka po donë me buë. Edhe që ty është aj problemi që pra po këthemin qëtë bisedë që thash unë e qeverie, se po më dhimet shumë pse po në len me dy mendje. Unë e maj men këtu para 10 viteve, nëse mundet edhe kamermani pak me cek njënë, krejt që kjo pjesa këtu që janë kanë, krejt që kjo pjesa kënjënë tash që ti kalzoj, do me thonë janë konë krejt me vneshtat. Krejt me vneshtat janë konë. E tash mundemi mi numru me gishtat për shambull, mi numru e sa vneshtat janë këtu. Edhe nëse pysim për shambull tash publiku nëse pyet pse, është problemi qeverie.
Qeveria nuk e ka lejue, nuk e ka dhonë mundësin që kjo tokë mu punue. Si që shpeshini që shka me të batal, pse me ne kjo tokë batal, pse mas mu punue? Po kush është pyetja kush me punue? Qeveria duhet me hap syt që rinia me ndejt nina me punue. Ton kjo tokë e artë, ton kjo tokë e mirë, me jetë batal është gjyna. Shumë është gjyna. Sa pjesë të mbet tash batal, kjo është e dhimbshme. Shumë është e dhimbshme. Mundet mu punue, mundet mu përfitue, mundet njeri me bashkjetue, me familjen e vetë, me kryu çdo send që ka nevojë. Po, për fat të keq nuk i kena atë mundësi. Shpresoj në të ardhmen ndryshuar diçka që prap kjo tokë me inën për punim e jo me ndet batal. Edmir, na folëm shumë gjatë dhe sinqerisht është një prej intervistave ku kom kalu mas mirë ti. Për shkak që ke dhënë shumë mesazhe të forta dhe tepër të mira për krejt shqiptarët kudo që janë. Edhe për fund deshta me të pyet, a e ke edhe një mesazh për rinin fillimisht? Për rinin, po, e ka mesazhin për rinin, mos lypni me dalën gërbet. Dilni, ju keni mundësi ta shkret me dalë, dilni, shkoni këqyrin e shihni edhe vetë. Vizitoni, udhtoni, po mundet edhe ka me këto vize që shkojnë me vizë punë, shkoni punoni. Besomni, në momentin që punoni në Gjermani, keni me kajt për këtë vend, që ky vend kam ju lyp, a kem në moshën e re, kem moshën e mesme, në kem moshën e vjetër, ti ke me kajt për që këtë vend. Hapi syt, punon kënd vetë, qili vesht, ngo që thënë baba dhe nona, se që tu e kije jetën tonde, që tu e kije qetësinë tonde, që tu e kije dashnin tonde. Në Gjermani, në shtetet tjera evropiane, nuk i kije dashni. I ki mundësi pak më shumë është e vërtet, po nuk duhet të lejo para nëse nuk i ki prind ngatë, nëse nuk i ki familje ngatë. Edmir, për fund, kujt po i drejtohesh? Unë për fund e kisha shfrytzu rastin edhe njerë mi drejtu qeverisë. Qeveria jo në dashtun. Ju kisha lut me shpirt e zemër, mos lejoni Greqin, Macedonin, po edhe vendet tjera me leju produktet mi prunë Kosovë përderi se na i kena produktet. Ata i kanë ku me shit, na nuk i kena ku me shit. Na i kena veç Shqipërinë, e kena edhe Kosovën. Lejona, ju kisha lut, qileni derën, kur beqarë më këthyjon Kosovë, me punu tokën tonë, edhe me pas levardi. Mos boni kësi gjeste që rinia mu largue pi Kosovë, se është merë i madhë. Faleminderit shumë. Unë me Edmirin, me qdashëm i përshëndesim shumë prej Raovecit. Faleminderit që na keni ndjek gjatë krejt kësaj interviste. Po shpresoj që keni kalu mirë me neve. Edhe për fund edhe unë kom një mesazh, mbështetni sa ma shumë fermerët edhe njerëzit që merren me punë tokës. Për shkak se gjithçka fillon edhe përfundon te toka. Kaloni bukur.